Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë të lëvduar Jezu Krishti. Jeni me mua Arta Jasharin në këtë rrugtim në për muzikën mariane dedikuar muajit të Zojës. Muaji maj, i njohur si muaji i Zojës, është një kohë për kushtimit të përshpirtshëm dhe lutjeje drejtuar Shënmërisë, figurës që ka frymëzuar një nga trashëgimit më të pasura artistike, muzikore e shpirtërore në historinë e njerëzimit. Nga këngët e thjeshta gregoriane deri te veprat madhështore simfonike, muzika mariane është një udhëtim shpirtëror që pasqyron devocionin, misterin dhe bukurinë e besimit ndër shekuj. Në periudhën e hershme mesjetare, muzika mariane merr formë në këngët gregoriane, të kënduara në manastire. Një ndër më të njohurat është Ave Maris Stella, një himn i shekullit të 14 që e paraqet Marin si yllin e detit, udhërrëfyese për besimtarët. Këto melodi janë monofonike, të pastra dhe meditative. Një fakt mistik nga kjo periudhë lidhet me besimin se disa nga këto himne u zbuluan në vizione hyjnore nga murgjit, si një dhurat direkte nga qielli. Në rilindje, muzika bëhet më komplekse dhe polifonike. Kompozitori Giovanni Pierluigi da Palestrina krijoi vepra të jashtëzakonshme si Magnificat, ku zërat ndërturen në mënyrë harmonike për të shprehur madhështinë e Marisë. Thuhet se muzika e Palestrinës ishte aq e pastër sa që konsiderohej e denjë për engjëjt. Dhe një legjendë thot se ai kompozonte duke u lutur, sikur notat t'i vinin si frymëzim hyjnor. Tagimin lulja e luleve, o nane dashur Virgjër Maria, lutu për ne. O nane dhimbshme plot me nderime, lulja luleve, o nane dashur Virgjër Maria, lutu për ne. O plot me hire, sindra do file, lulja luleve, O nane dashur Virgjër Maria, lutu për ne. Mbretëresh qiellore, Virgjër hyjnore, lulja luleve, o nane dashur Virgjër Maria. Në periudhën barokiene, muzika mariane merr një dimension më dramatik dhe emocional.
Johann Sebastian Bach, edhe pse protestant, krijoi Magnificat në D-dur, një vepër plot gëzim dhe lavdi. Muzika e tij shpesh përshkruhet si një arkitekturë hyjnore e tingullit. Falem Maria, ty na ndash njët, t'lut natë mia, po t'i kushtoj, pagjen e gëzueshme, zemër deshtine, prej jetës sa mshueshme, mu e zyti lëshoj. Pran ty veç pënesen, Na nun e pshteta, marit qindresen, bambjer mos shkoj. Tritem lullzimet dhim tamim toj, lirë kështu pran t'fështira me Shpirt lumnueshëm, banane mira, katit flutroj. Një element mistik është përdorimi i numrave simbolik në kompozimet e tij. Për shembull, numri 3 për Trinin e Shenjtë, që disa studiues besojnë se fsheh mesazhe shpirtërore. Në epokën klasike dhe romantike, përkushtimi ndaj Marisë vazhdon me një ndjeshmëri më personale. Franz Schubert kompozoi Ave Marian e famshme, një nga veprat më të dashura në botë. Edhe pse fillimisht nuk ishte shkruar si lutje, ajo u bë simbol i devocionit marian. Interesant është fakti që kjo vepër shpesh është kënduar në momente të rëndësishme jetësore, lindje, martesa, madje edhe në çaste të fundit, duke krijuar një lidhje mistike mes jetës dhe përjetësisë. Në shekullin e 20 dhe kohët moderne, muzika mariane vazhdon të evolojë. Kompozitorë si Arvo Pärt kanë krijuar vepra si Magnificat me një stil minimalist që rikthen thjeshtësinë dhe meditimin e hershëm. Muzika e tij shpesh përshkruhet si tingull i heshtjes dhe ai vetë ka thënë se çdo notë duhet të jetë si një lutje. Një aspekt mistik në veprat e tij është ndjenja e kohës së pezulluar, sikur muzika ekziston jashtë dimensionit tokësor. Në këtë muaj të zojës, muzika mariane na fton të ndalemi, të dëgjojmë dhe të reflektojmë.
Ajo nuk është vetëm art, por një urë mes tokës dhe qiellit, një gjuhë universale që flet për dashurinë, për ulësinë dhe misterin e besimit. Le të jetë kjo muzikë një shoqëruese e butë në këtë muaj të shenjtë, një kujtesë se përmes tingujve ne mund të prekim diçka më të madhe se vetja jonë. Të kthehemi nga ky historik i shkurtër i rrugtimit të muzikës mariane tek ne shqiptarët. Bazilika e Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër është një nga vendet më të rëndësishme të besimit dhe historisë shpirtërore për shqiptarët. Ajo lidhet me figurën e Zojës së Shkodrës, e njohur si pajtoria e Shqipërisë dhe e shqiptarëve. Thank you.
Përshëndetje dëgjuesve të Radio Maria të Kosovës. Përshëndetje Arta. Së më lejoni që t'ju bëj urimet e mia më të mira për muajin maj që kushtohet Zojës bekume. Ndërsa ne në Shqipëri këtë vit kemi përvjetorin e 130 të shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë, pajtore e Shqipnisë. Në këtë vit jubilar që konferenca i peshmërore shqiptare ka dashur pikërisht t'ia dedikojnë vitin 2026-2027, t'ia dedikojnë pikërisht vitit jubilar, vitit Marian. Prandaj me 26 prill 2026 ishte i pranishëm në Shkodër kardinali i Bazilikës Papnore të Santa Maria Maggiores, eminenca e tij Rolandas Makrickas, i cili zyrtarisht bani edhe hapjen e vitit jubilar. Në fakt ishim me fat që kishim të pranishëm eminencën e tij, kardinalin, i cili në këtë rast me ardhen e vizitës së tij në Shqipëri, ne në Shkodër me Bazilikën Nana e Këshillit Mirë kemi bë edhe një lloj, po quajmë kështu, bashkëpunimit, një lloj binjakëzimit, sepse sikurse edhe dihet, Bazilika Papnore e Santa Maria Maggiores është bazilika nan e gjitha kishave që i kushton Zojës në për marë botën. Për këtë arsye edhe kisha jonë në Shkodër, në këtë rast të ardhjes së kardinalit, e kemi bërë këtë lloj bashkëpunimit mes dy kishave, të kishës së Shkodrës edhe të Santa Maria Maggiores. Edhe praktikisht gjatë këtij vitit ne kemi dashur që të kushtojmë shumë vëmendje mbi gjitha aktiviteteve shpirtërore, që Selia Shejt na ka dhënë edhe privilegjin që gjatë këtij viti jubilar në kishën e Zojës praktikisht të mund të merret edhe ndjesa e plot, ajo që quhet indulgjenca plenare, e dhënën nga Selia Shejt edhe konkretisht nga penitenceria apostolike. Prandaj, përveç kësaj kishës tonë, përveç kishës së Zojës tu në Shkodër, ne kemi kërkuar që edhe disa kisha që i kushton Zojës së Këshillit Mirë, sidomos kisha e Klinës në Kosovë, kisha e Gurzit që i përket Arqidioqezës së Tiranës, disa kisha tjera në Itali, në Kalabri, në Sicili, ku janë shqiptarë të arbresh që kanë Zojën e Këshillit Mirë, edhe të cilët edhe ata e kanë si pajtore në vendet ku jetojnë, në Amerikë, kështu me radhë, edhe këto kisha janë të shpallura si kisha jubilare, edhe mund të merret ndjesa e plot pikërisht gjatë këtij viti jubilar që i kushton 130 vitorit të shpalljes së Zojës së Këshillit Mirë si pajtore e popullit shqiptar. Prandaj, të dashur vëllezër e motra, përveç se është një urim i mirë edhe një kohë e volitshme që Zoti na jep nëpërmjet këtij viti, ju bëj edhe ftesë e thirrje të gjithë dëgjuesve të Radio Marisë Kosovës, që kur keni mundësi ta vizitoni në mënyrë të veçantë kishën e Zojës në Shkodër, sepse përveç se është një kishë edhe një vend që ka një histori të jashtëzakonshme, një histori të madhe që lidhet me Zojën e Këshillit Mirë, me ikjen e Zojës në Gjenacano, por megjithatë është një kohë hirit ku secili prej nesh duke vizitu këtë kishë mundet me marrë nisën e plot, mundet me marrë faljen e mëkateve, mundet me marrë hire prej Zotit. Prandaj edhe duke ju uru që vërtet gjatë këtij viti të mundena me përfitu sa ma shumë nga ana shpirtërore nëpërmjet hireve që Zoti i shpraz në zemrat e njerëzve, e duke ju uru që edhe të bani vizitë në këto kisha, por në mënyrë të veçantë në kishën e Zojës në Shkodër, ju përshëndes gjithëve e ju uroj çdo të mirë në Zotin. Qoftë lënduar Jezu Krishti. Biqit grad bekuar fryti barkotën t'Jesus. Shet jam rina na e të në Zot,
lutu për nem katnor, tashën filt mordëson është kjo. Falemimrir, plotë zoti me ty bekuaje, biqil grad bekuar fryti barkotan ti Jezus. Shejt jam rina na e të në Zot, lutu për nem katnor, tashën filt mordëson është kjo. Falemimrir, plotë zoti me ty bekuaje, biqil grad bekuar fryti barkotan ti Jezus. Shejt jam rina na e të në Zot, lutu për nem katnor, tashën filt mordëson është kjo. Falemimrir, plotë zoti me ty bekuaje, biqil grad bekuar fryti barkotan ti Jezus. Shejt jam rina na e të në Zot, lutu për nem katnor, tashën filt mordëson është kjo. Falemimrir, plotë zoti me ty bekuaje, biqil grad bekuar fryti barkotan ti Jezus. Shejt jam rina na e të në Zot, lutu për nem katnor, tashën filt mordëson është kjo. Falemimrir, plotë zoti me ty bekuaje, biqil grad bekuar fryti barkotan ti Jezus. Shejt jam rina na e të në Zot, lutu për nem katnor. Bazilika në Shkodër mbetet sot një vend pelegrinazhi, lutjeje dhe historie, ku ndërthuren besimi, kultura dhe identiteti shqiptar. Zoje shenjt, Virgjër Maria, Nëne Zotit plot hirësi, ty të qoft për her lavdia, shtegi sigurt në përjetësi. Ti zoja e këshillit të mirë, pastrimisë amshuar, Dritë që shëndrit në erësir, shpres për shpirtin e lënduar. Nëne dashur zoja mri, Na udhëhiq drejt rrugës mbar, në shprese për vujt të ri, na çot e Krishti shpëtimtar. O Mari, dërmjetësja jon, na udhët e jetës na merr përdore, na mbaj pranë Zotit gjithmonë, me dashurin tënde amnore. Përmbar njerëzimin ti ndërmjetëse, pas Krishtit bariu të mirë, ure fshet burim shprese, na qote i Zotit birë. Qelës i portave në ty shpresojmë, avokate plot në shirë, zemrës sate i besojmë, çdo lot, çdo plag, çdo dëshirë. Nëne dashur zoja mri, na udhëhiq drejt rrugës mbar,
shpirtin tim që të thërret, dëshirat e mia ti vështro, në zemrën tënde i mirë pret, të shëlbuesi i yti bi, lutja ime u plotëso, dërmjet e so ki më shi, shpirti i mu shëlbu. Origjina në Paris. Gjithçka nis në Rue du Bac Chapelle, ku në vitin 1830 Catherine Labouré, një mërgesh e re e bijave të bamirësisë Vincent Dupol, raportoi shfaqje të shënmërisë. Sipas saj, shënmëria i kërkoi të prodhohej një medaljon, që më pas u njoh si medaljoni mrekullibërës. Në këtë kontekst, muzika ishte pjesë e jetës së përditshme të motrave. Lutjet dhe himnet mariane këndoheshin gjatë ditës, duke krijuar një atmosferë të vazhdueshme meditimi. Një element mistik nga kjo ngjarje është fakti se gjatë një prej shfaqjeve të shënmërisë ndaj Katrinës, ajo dëgjoi një zë të butë si muzikë qiellore që e udhëzonte. Ky përshkrim është interpretuar nga shumë besimtarë si një përjetim ku muzika dhe hyjnorja bashkohen në një përvojë të vetme. Pas përhapjes së medaljonit në Evropë dhe më gjerë, ai u shoqërua shpesh me këngë dhe lutje, sidomos himne si Ave Maria. Zemra unan përshkohet, prej reses qit më lshon, Virgjin e papërlijeme. Motrat vincenciane në Kosovë. Prania e motrave vincenciane në Kosovë është një kapitull i rëndësishëm i kësaj historie. Ato kanë shërbyer dhe vazhdojnë të shërbejnë ende sot, duke kontribuar në arsim, në shëndetësi dhe në jetën e secilit prej qytetarëve të Republikës së Kosovës. Në kishat dhe institucionet ku ato veprojnë, muzika mariane mbetet një pjesë thelbësore e jetës shpirtërore, sidomos gjatë muajit maj. Në shumë raste, fëmijët dhe të rinjt janë mësuar të këndojnë himne kushtuar Zojës, duke krijuar një traditë të gjallë që lidh brezat. Një aspekt interesant është se edhe në periudha të vështira historike, këto këngë janë ruajtur gojarisht, si një memorie e gjallë e besimit. Në Kosovë, kjo ndërthurje vazhdon të jetojë në mënyrë të thjeshtë por të fuqishme në zërat e besimtarëve që këndojnë, në punën e heshtur të motrave dhe në besimin që përcillet brez pas brezi. Me lindjen e thirrjeve të reja në Kosovë, motrat që kishin prirje për muzikë u edukuan kryesisht në Sloveni. Pas përfundimit të formimit, ato u kthyen në vendlindje, ku dhanë një kontribut të rëndësishëm në 6 famulli të Kosovës, jo vetëm në animimin e koreve, por edhe në përkthimin dhe përshtatjen e këngëve, kryesisht slovene në gjuhën shqipe. Kur jemi tek motrat vincenciane, unë dua të ndalem pak tek motra Lindita Thaçi. Ajo ka filluar të krijojë në fillim të vitit 2003 dhe çatëherë vazhdoi të kompozojë sa herë që ka frymëzim dhe kohë. Zakonisht i realizon vetë si tekstin ashtu dhe melodin, duke i shkruar gjithmonë në mënyrë të pavarur. Krijimtaria e saj përfshin këngë të ndryshme, të punuara në 2 zëra dhe 4 zëra, si dhe pjesë të ndryshme liturgjike, pjesë të meshës, psalme, këngë hyrëse dhe përmbyllëse, këngë të ofertorit, këngë eukaristike dhe kushtuar zemrës së Krishtit, himne të ndryshme, këngë për kohë të veçanta liturgjike, këngë mariane, si dhe këngë rinore në stilin e devotshmërisë.
Një karakteristike veçante e krijimeve të motrës Lindita janë himnet në frymëzim vincencian. Një prej tyre është realizuar edhe me videoklip. Disa nga këngët i ka regjistruar, megjithse në kushte modeste, si dhe ka publikuar një album në vitin 2009. Në vitin 2006, kënga O atë na bashko me shpirtin tënd fitoi vendin e dytë në nivel kombëtar në festivalin kishtar ku shkëndon lutet 2 herë. E interpretuar nga kori i Durrësit në drejtimin e motrës Donata, e cila në atë kohë i kërkoi bashkëpunimin dhe përzgjodhi këtë këngë. Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria Kosovo e a tutti gli amici albanesi e un altro caro saluto alla vostra Arta Yashari che conduce questa trasmissione. Io mi chiamo Marco Lauciani. Një përshëndetje të përzemërt për të gjithë miqtë e Radio Marisë së Kosovës dhe të gjithë miqtë shqiptar. Një tjetër përshëndetje të ngrohtë për tuajën Arta Yasharin që e drejton këtë emision. Quhem Marco Lauciani dhe unë praktikisht kam 2 puna këtu në Rom, që të dyja në fushën e muzikës sakrale. Jam sekretari i Pontifikatit Instituti i Muzikës Sakrale dhe po ashtu jam këngëtar në 2 bazilikat më të mëdha papale, atë të Bazilikës Santa Maria dhe në Bazilikën e Shën Pjetrit në Kapelën Gjulja. Në muajin maj që sapo ka nisur, muaji i dedikuar Zojës Teje të Shenjtë do të ketë plot kremtime të dedikuara, duke filluar nga një rozare e cila nisën në Bazilikën Santa Maria Maggiore në të parin të këtij muaji dhe vazhdon çdo ditë deri në fund të muajit maj e deri tek kremtime të tjera të shumta, adhurimi dhe këndimi kushtuar Zojës Teje të Shenjtë. Jam shumë i lumtur të bëj këtë përshëndetje dhe me shpresën që një të ardhme të afërt të këndojmë së bashku me ju në qytetin tuaj, si vëllezër e motra në Krishtin. Thonë ke ik, larg je mërgu, jo zoja e Shkodrës, askull s'ke shku. Se për te i detit, ka shku ikona, zoja e kalas. Muaji maj i kushtuar Zojës së Bekuar shoqërohet në shumë vende të botës me muzikë dhe këngë mariane që pasqyrojnë kulturën dhe shpirtin e popujve të ndryshëm. Në Amerikën Latine, besimtarët i këndojnë Zojës së Guadalupes me ritme tradicionale mariachi, duke bashkuar besimin me muzikën popullore meksikane. Festa e saj mbledh miliona pelegrin çdo vit. Në Afrikën e Jugut, këngët mariane shoqërohen shpesh me daulle dhe kore shumë zërshe. Në Uganda dhe Kenya, lutjet kushtuar Zojës këndohen me ritme lokale afrikane gjatë procesioneve dhe meshëve festive. Ne këto patëm rastin t'i dëgjojmë në emisionin e kaluar fal motrës Franciska, e cila gjendet për momentin me shërbim në Afrikën e Jugut dhe na ka mundësuar që ne të dëgjojmë se si bëhet muzika e pashkëve, kështu që e kemi një ide se si mund të tingëllojnë edhe këto mariane dedikuar Shënmërisë. Nga Afrika vazhdojmë për në Azi në Filipine, një nga vendet me popullsinë më të madhe katolike. Muaji maj shënohet me traditën Flores de Mayo, ku fëmijët dhe të rinjt këndojnë himne mariane dhe sjellin lule për Zojan. Ndërsa në Amerikën e Veriut, shumë kisha organizojnë koncerte me himne tradicionale si Salve Regina, duke ruajtur traditën e muzikës sakrale në nder të Shënmërisë. Në Australi dhe Oqeani, komunitetet katolike ndërtorin muzikën moderne me melodi tradicionale indogjene në kremtimet kushtuar Zojës së Bekuar, duke i dhënë festimeve një karakter unik kulturor.
Të dashur dëgjues, me këto reflektime që nga Zoja e Këshillit të Mirë, jubileun e saj dhe traditat mariane në përgjithë botën, mbërrim në fund të emisionit ton. Muaji maj na kujton rëndësinë e lutjes, shpresës dhe paqes që figura e Zojës së bekuar sjell në jetën e besimtarëve. Ju falenderojmë që ishim me ne dhe miru dëgjofshim në emisionet e radhës. Ishit me mua Arta Jashari.